Në shtëpit tona nuk kishte luks. Nuk kishte tavolina plot me ushqime të shtrenjta. Nuk kishte enë kristali apo gatime të ralla. Shpesh kishte vetëm një bukë të thjesht, pak djathë të bardhë dhe një pjatë supë të ngrohtë. Por ajo që kishte vlerë të paçmuar ishte se të gjithë uleshin bashkë. Fëmijët qeshnin, prindërit tregonin histori. Gjyshja ndonjëherë këndonte këngë të vjetra, dhe tavolina mbushej me dashuri e ngrohtësi. Në ato çaste nuk e ndjeje mungesën e gjërave materiale. Përkundrazi, ndieshe më i pasur se kushdo tjetër, sepse pasuria nuk është ajo që ke në pjatë, por zemrat që ulen rreth tavolinës. Sot kemi më shumë. Kemi frigorifer plot, teknologji, drita e televizor që ndizen në çdo qoshe, por shpesh ajo ndjesi mungon. Shumë darka sot kalohen në heshtje, secili me telefonin në dorë, secili në botën e vet. Dhe ndonjëherë, mallëngjehesh kur kujton ato net të thjeshta, ku një bukë e ngrohtë dhe një familje e bashkuar mjaftonin për të ndjerë se kishe gjithçka. Kjo është pasuria që nuk blihet me para. Kjo është trashëgimia që s'duhet ta harrojmë kurrë.